kjo është... Jemi rikthyer në pjesën e dytë, siç ju tham nderuar të shikues, pjesë shumë e rëndësishme, zgjedhjet kanë filluar. Nuk është se ka ardhur ajo koha që fillojnë zyrtarisht, një muaj sa është ajo, por në fakt është një lloj si çdo tjetër edhe në datën, po themi 5 maj. Se ditë dëshmore, po. Në 6 maj, në 7 maj, e njëjta gjë është dhe sot. Zhvillohet në mënyrë intensive të gjithë, por domethënë formalisht ajo nuk është se ka filluar, por ka filluar gjerësisht. Unë kam të ftuar, thashë, fillimisht se zonjën Ermonela Felaj, ju e keni theksin logjik mi Felaj. Feaja. Felaj? Po. Felaj. Po Felaj se unë kam njohur, jeni nga anë tona. Po, jam një kolonjare nga origjina. Vasili ti e ke? Vasil Felaj? Zotni ka qenë Zezaj. shumë. Vasili, zotni burë të gjitha, në kohë të vështirë, në kohë të diktaturës atëri, ishte shumë e vështirë të ishe, po a ishte vërtet një zotni. Do me thënë, po mirë me këta, se thash komunistët gati miku fjalla, me socialistë që u bashkuat ju t'i. Mire kisha të fjalë në parë. Komunistët dhe po, se me komunistët në atë kohë. Po. Po e kemi pasur ca partizan. Ja, po nuk do të thotë që vetëm partizan, se më kemi shumë pas të pasur erdi ca koha, partizan. më pas shumë ballistë u bashkuar me... Në luftën antifashiste nacional shqiptare. Në luftën tua, e po mirë. Për të ashtiruar në vërtet shikus pak bisedën e gjithë, se të menjërët janë gjithmonë kanë një këshu... Kemi qënë të qartë të vëtimin, do më thënë, gjithmonë të qartë, edhe, po dhe pak konformistë. Dhe përgjithsisht kolonjarët banë që janë të qartë. Pra, zonja Felaj, faleminderit shumë, që jeni sot me do ndihmoni në emisionin tonë, kemi ndarë në 2 pjesë që thami, por ju nuk pranoni. Ju dhe Partia Demokratike nuk pranoni me këto partitë e reja, dhe ne do t'jetë zonja Felaj në fillim, dhe pastaj do të vijë zoti Alin Qori, që edhe ai ka problematika për programin dhe për që e ka shpallur. Ola Xhama do të vijë tjetë, që do të pyesë, ndoshta për kemi të PS-ja për pjesën ekonomike. Ministri ekonominë nuk para e kanë prekur gjithë. Jo, në një gjithë përgjithshme. Nuk kam pjesë e ekspertizës ekonomike, po si të qatë për ai sa më takon pa tjetër. Me shumë unë kam mbajtur për pjesën tjetër që vjen të zoti Qori, i cili kishte taksa shumë të larta, që u gëzua dhe Bushati për ato taksa më të larta nga të e dramës. Dhe për këtë më shumë e kam mbajtur zonjën Xhama. Zoti Tela, faleminderit që të mbërmoni tani në këtë pjesë. Tani, pse është e bindur për së përfitore të thellë? Ekziston një mendim, zonja Felaj, një mendim që Partia Socialiste fiton thellë. Ju e keni këtë të gjithë, po tani, ç'keni bërë ju për këtë vend që të fitoni pas 3 mandatesh thellë? Faleminderit së pari për ftesën edhe për mundësinë për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Tani që të mendojnë që Partia Socialiste do fitojë thellë, dhe sidomos po ta mendojnë këtë qytetarët dhe ju e keni të faktuar, është një gjë shumë e mirë për Partinë Socialiste. Do të ishte e mirë kështu për çdo parti, jo vetëm për partinë për të cilën unë përfaqësoj. Është e vërtetë që fushata këtëherë ka filluar ndryshe dhe ka filluar më herët se sa koha zyrtare, le të themi, që përcakton kodi zgjedhor për fillimin e fushatës, dhe mendoj që natyrshëm rodhi kjo gjë për shkak të faktit që ne kemi vendosur për herë të parë në kodin tonë zgjedhor votimi për diasporën, por në momentin që u vendos votimi për diasporën nuk është që u mbajtën parasysh të gjitha detajet, kështu që kjo detyroi që parlamenti të ndërhynte edhe përpara një muaji, diçka më tepër, në kodin zgjedhor dhe të bënte disa ndryshime, por periudha e zhvillimit të fushatës nuk ishte pjesa e atyre ndryshimeve. Kështu që eventualisht regjistrimi i diasporës kërkonte edhe ky një fushatë më vete, të gjitha partitë politike janë përfshirë në këtë fushatë. Në datën 9 prill Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë fletët e votimit drejt diasporës shqiptare, kudo që ata ndodhen, në mënyrë që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Kështu që do duhet që herën tjetër ne të ndryshojmë edhe periudhën, edhe të konsiderojmë se si do të zhvillohet fushata, sepse realisht është një kohë gjatë. 4 vjetë që vinë. Po, sigurisht, se nuk besoj që do kemi... Se ju si parët që përmendëm nuk është se keni ndërmend të ikni në një do kemi arsye ose ndoshta jo, sepse është krijuar një regjistër kombëtar tani, kemi një database kombëtar të gjitha atyre që ndodhen jashtë vendit, edhe për këtë arsye do ta gëzojnë këtë të drejtën e të marrit pjesë qoftë në zgjedhje të përgjithshme, qoftë në zgjedhje lokale. E këtë që thash në fillimun që... Tani, fushata kërkon impenjim.
Sigurisht. Kërkoni impenjim nga të gjithë, natyrisht Natyrisht, nuk besoj që në garë dikush futet me idenë që do humbas. Nuk vinin me zotin Qori, po dhe kështu dhe opozita nuk vjen me këto partitë e reja. Mua nuk më është bërë në një propozim i tillë, nëse duhet të vi me zotin Qori apo jo. Te emisioni juaj kam qenë edhe herë tjetër, kështu që Jo, keni qenë. kam asnjë lloj paragjykimi. Jo, keni qenë dhe unë. Bushati ka qenë emisionin. Jo, nuk kam në vërejtje për ju. Patjen as për të ftuarit. Okej. Tani, ju kandidonin Tiranën në listë të hapur. Ju e dinit paraprakisht se ju kishte renditur Edi Rama apo jo? Po nuk isha ndonjë surprizë për faktin që do të isha në listë të hapur. Po e dëgjuat televizor këtë? Unë garoj për mandatin tim të 5, kështu që unë kam marrë privilegjin e të qenit përfaqësuese e Partisë Socialiste për 4 mandate rresht, dhe le të themi që për shkak të formulës pozicioni im në listën e kandidatëve ka qenë i sigurt. Risk është. Se tani janë ata, pse qa janë ata? Mbas 16 vjetësh në mbyllur? politikë do duhet të llastohemi, sepse çdo brez ka kohën e vet edhe stafetën e vet, kështu që edhe unë jam pjesë e një brezi të rinj politikanësh në vitin 2009 dhe hym dhe u bëm pjesë e Partisë Socialiste dhe ishte ky një moment thelbësisht reformator për grupin e Partisë Socialiste, sepse në vitin 2009 u ndryshua 40% e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ky ndryshim unë besoj që ka qenë një nga elementet kryesor që përcaktoi dhe fitoren tonë në zgjedhjet e vitit 2013. Paka shumë bim tek një strategji. Paka shumë unë ka filluar ta kuptoj një sekond që pse ju fitoni. Se ka dhe arsye të ndonjëherë që stuane. Ju vazhdimisht edhe kur nuk jeni të kënaqur për një gjë që ju bëjnë, ju thoni partia ime më dënon, siç thoshte dikur Kadri Azbiu. Edhe dënuar edhe kam patur edhe një socialist tjetër më para mëndjet në Fier, që nuk mori pjesë, që nuk ishe në listën e mbyllur, dhe ju thoni gjithmonë këtë, ndryshe nga të bëjnë këta tjerët, thoni gjithmonë partia me gjithat dhe nuk, për kjo ndoshta është arsye që fitoni, më është arsye fort. Se fitojmë ka një përgjigje më të thjeshtë, atë na e kanë dhënë zgjedhësit për disa fushataradas. Se pak kënaqësi ti ke patur që... ju e keni me këtë pjesën që pse po shfaq unë pak kënaqësi për qenë në listë hapur. Pse? Shikoni, zoti Rakipi, unë kur u bashkova Partisë Socialiste në vitin 2009 nuk vija nga rrjedha e politikës. I takoja dhe punoja për një pushtet tjetër, të pavarur. U bëra pjesë e politikës, por natyrisht me sigurinë që unë do të isha pjesë e kuvendit të ardhshëm të Shqipërisë. Nuk do ta kisha dhënë dorëheqje nga funksioni im si prokurore, nëse nuk do ta kisha këtë lloj sigurie. Dhe besoj që me të njëjtën dilemë apo me të njëjtën vendimarrje përballen të gjithë ata që aspirojnë të bëhen pjesë e parlamentit. Të paktën kategoria e tyre që punojnë në funksione për cilat janë të detyruar të japin dorëheqjen përpara se sa të kandidojnë, do duhet ta mendojnë 2 herë ose jam e bindur që e mendojnë 2 herë këtë gjë. Nuk është kaq e thjeshtë. Tani përpara se të kalojmë kolegët e mi, unë kam dhe një gjë shumë të thjeshtë. Ermanela Felaj, një njeri i rëndësishëm i Partisë Socialiste në, siç e thamë, në 3 legislatura të kuvendit. Ta është mandati im i 5, unë jam bashkuar Partisë Socialiste. Nga njerëzit më të rëndësishëm të kësaj partie. Në vitin 2009, kur Partia Socialiste ishte në një opozit për 8 vitesh. Për 8 vitesh, 2009, një karrierë jashtëzakonshme në këtë parti me të drejtën. Tani ju keni fituar 3 herë, pse duhet të fitoni 4 herë, çfarë keni bërë ju? Që ne, për shembull, unë them tani që këta patjetër duhet fitojnë se kanë bërë këtë gjë. Ja ma thuaj ti, për shembull, Ermanela Felaj, çfarë? Që ta besoj dhe unë, ma thuaj. Pak përpara se sa të vija këtu, në fakt, me qenë se dhe dita është shumë e zënë dhe nuk kam shumë kohë që të shfletoj dhe të shoh, po shikoja çfarë kishit ju në faqes së fundit. Dhe një nga njoftimet që ju kishit së fundi, kishit njoftimin e komisionerës për zgjerimi, fjala vjen, që Shqipëria së bashku me Malin e Zi bëhen anëtarë të Bashkimit Evropian. Nuk ndodhin rastisht të lloj vendimarrje, po. Ju keni gjetur mira dhe vjen zonja Kozë. Jo, po e pash që kishit vënë dhe ju. Edhe më pëlqeu që ju e kishit bërë lajm. Edhe sa kohë ka këtë vlerësim për Shqipërinë, unë besoj që është një lajm i mirë për të gjithë, pavarësisht se çfarë opinionesh kemi për njërin parti politik. Ne nuk ju pengojmë dot apo preferencat që kemi. Të vini ju në pushtet. Jo, absolutisht. Ne thjesht ju pyesim. Është rasti për ta dhënë një përgjigje të shpejtë dhe të thjeshtë. Shqipëria bëhet pjesë e Bashkimit Evropian brenda vitit 2027 dhe kjo mund të duhet Bashkimit Evropian kjo. Falë një rrugë. Se dhe në NATO kështu jemi futur, më. U desh në një moment edhe... Nuk është ecur pa vështirësi, po është ecur mirë në drejtimin e duhur. Që mund të pyesni ju, më futi me këtë kosin mua?
E kishit futur ju më së pari. Po jo për lajmet ne... Unë pata rasta shumë nga ju. Po si ne kishim futur të gjithë, po... Edhe se kjo e patë ne dhe... Pjesë kishim futur deklaratën... Me pashtë ju. Edhe deklaratën e delegacionit BE-s, si thot, nuk ka lidhje shumë kjo që... Me paka shumë kjo që po thot Rama, që varet nga PS-ja integrimi i Shqipërisë. Është një gjë që duhet ndodhi kur t'i vikoa, kur Shqipëria plotësoj detyrë. Ajo është një deklarat politike, ndërsa qëndrimi i zonjës Kos, më shumë se politikë është dhe teknik, sepse vjen nga fakti që kemi hapur tani më disa kapituj për negociatat, kështu që... Ajo që duhet thoj është, nga momenti që filloi të flasi zonja Fele, deri pak më parë, krijohet përshtypja sikur ajo është e dorëzuar. Pra ka hyrë në garë në listën e hapur, por nuk kishte asnjë lloj pretendimi për të hyrë në garë, për të kërkuar vota. Unë jam në garë, se nëse s'është lista e hapur në garë, nuk ka garë tjetër. Ju siguroj që në listën e mbyllur nuk ka garë. Mënyra se si artikuluar trupit, në fjalit që përdoret, nuk ishte asnjë moment që thonit jam e kënaqur që jam në listën e hapur, do luftoj të vazhdoj të jem në parlament, po thatë unë kam 4 mandate atje. Hyra si brezë ri në 2009, kështu që mund të jetë një brezë ri tash që duhet Parti Socialiste, pra duken një tërhequr nga gara. Dhe kjo është sinqert, unë nuk ka pse të vendos epitete që nuk ekzistojnë, të them jam e kënaqur apo jam e lumtur apo jam e gëzuar. Kjo është një garë natyrshëm do të isha si shumë kolegë të tjerë të Partisë Socialiste që kanë bërë njësoj një rrugtim të gjatë në listën e hapur. Një mënyrë tjetër për ta reformuar Partinë Socialiste dhe për të mos e lënë peng vazhdimisht se një brezi, unë nuk di, po e vetëm Partinë Socialiste, po çdo parti. Formula tek e fundit nga kjo premis u nis dhe nga kjo premis u vendos si e tillë edhe në kodin zgjedhor. Kështu që më duhet ta pranoj, sado më pëlqen apo s'më pëlqen, ndihem komode apo s'ndihem komode, është e vështirë dhe është jashtëzakonisht e vështirë, po kjo gjë është kështu dhe nuk ishte surprizë për mua, sikundër nuk duhet këtë qenë me gjastë edhe për kolegë të tjerë, nuk ka pse të ishte surprizë. Pa, është surprizë për kolegë të tjerë për të cilët nuk u aplikua kjo formulë, pse ata dhe jo unë? Për shembull, zonja Lindita Nikolla, apo të lista e Durrësit, zonja Milva Ekonomi, Klodiana Spahiu. Shiko, unë nuk po bëj emra, ato mund të pyesni se cilin prej kolegëve, por shumica e kolegëve deputet të Partisë Socialiste që kanë disa mandate janë në listën e hapur, nuk janë në listën e mbyllur. Pastaj, për zgjedhja dhe strategjia e ndërtimit të listës, unë besoj që është diskutuar në mënyrë të ndryshme nga njëri qark në tjetrën, sepse edhe problematikat, edhe përballjet ne nuk i kemi të njëjta. Po të vim tek Tirana, unë besoj, e kam menduar këtë që ditën e parë që u bë publike lista e Tiranës, që është një listë e armonizuar mirë, për sa u takon atyre që janë në listën e mbyllur dhe atyre që janë në listën e hapur. Dhe nuk mendoj që dikush në pozicionin tim dhe në përvojën time të punës do duhet të llastoj në kuptimin që të ngrinte pretendimin o në listën e mbyllur o nuk ka. Jo, për të jemi standard për të gjithë. Përderisa jemi në këtë betejë, kështu që do duhet të shkojmë deri në fund. Unë kështu e kam parë. Ka natyra nuk jam entuziaste më parë se çfarë duhet. Kur të vi momenti do ta shfaq edhe entuziazmin tim. Okej, ju thatë keni një karrierë të gjatë në parlament nga viti 2009 tek këtej dhe keni qenë deri në kryetare e parlamentit, keni qenë edhe themi te grupi juristëve të parlamentit, te ligjbërësit kryesor. Dhe ky shëllimi i parlamentit, pra të bëj ligjet, kontrolloj qeverinë, ligjet e saj, të bëj ligjet sa më të mira. Unë do kërkoja nga ju sigurisht e njihni më mirë se unë listën e kandidatëve për deputet themi. Nga 46 emrat që përbëjnë listën e mbyllur, mund të më thoni vetëm 5 emra, meqense 5 është edhe numri PS-s, që do ishin antarët të ardhshëm të Komisionit të Ligjeve, që do performonin si juristë të ardhshëm. Vetëm 5 emra. Po nuk dua të bëj komente për asnjë emër. Sepse secili vjen me zoti Tela, secili vjen me 5 emra. Rekordet e veta të punës. Filani janë juristë që unë i njoh. Pra në karrierën time si prokurore, si ligjvënëse, unë njoh 5 emra. Pra thuaj, të kjo listë janë 5 vetat që për mua janë juristë shumë të mirë që do ndihmojnë shumë parlamentin për të bërë ligje. Unë do të uroja që nga të gjitha partitë politike ku në listat e të cilëve ka jurist, dhe unë di që ka jurist dhe ka jurist të mirë profesionalisht, të mund ta fitoni këtë garë dhe nesër të ishim pjesë e Komisionit të Ligjeve. Por nuk është më e rëndësishme që të jetë i përbërë si duhet Komisioni i Ligjeve. Të gjitha komisionet meritojnë të kenë një përbërje sa më të mirë, në pikpamje politike dhe profesionale dhe intelektuale. Nuk ta pranon. Jo, nuk mund të bëj emra. Nuk ta pranon emrat sepse nuk mund ta mund t'i thotë s'ka. Orakulli që bëj parashikime dhe kompozoj me parashikimet e mia Komisionin e Ligjeve. Nuk e bëj dot me gjithë listën e mbyllur. Hiç ministrin e drejtësisë që është gjithë insistimin tuaj, po nuk ka asnjë tjetër.
Dhe të gjithë ata që ishin pjesë e Komisionit Ligjeve janë te lista e hapur me gjasa që nuk bëhen më deputet. Dakor? Sepse dhe emrat e listës së hapur pak a shumë janë përcaktuar për çdo qark. Presupozohet se kush do fitoj. Prandaj u thash, më thoni vetëm 5 emra. Këto e bëjnë punën më mirë kur nuk janë juristë. Unë mund t'ju them që ka juristë të mirë në listën e mbyllur, që sigurisht do të jenë pjesë atij komisioni me gjas, sikundër ka juristë të mirë në listën e hapur dhe i kanë të gjitha gjasat që të jenë fitues. Pra nuk më tha dot 5 emra. Thash, nuk mund ta bëj vetëm parashikuese në këtë emision. Kjo po thotë dhe për ato që unë kam konsiderat, dhe për ato që unë kam konsiderat, do dëshiroja të kisha në krah ose tu isha në krah në 12 maj. Inxhinier mund të ketë nga të gjitha, arsimtar. Ja, këto po them, do dëshiroja tu isha në krah ose ti kisha në krah në 12 maj. Tu uroj. Zonja po thotë ty vëlla që nuk ka mirë. Inshallah fitojnë juristët që janë te listë e hapur, se te listë e mbyllur janë mbyllur gjërat dot. Jo, po thosha që ka për listën të gjithë më. Kështu e kanë bërë. Është e vështirë të bësh as 5 as 10, sepse ka juristë të mirë në listën e mbyllur, sikundër ka juristë shumë të mirë në listën e hapur. Dhe unë mendoj që ata i kanë të gjitha gjasat për të fituar. Ata të listës mbyllur janë të fituar, prandaj po thash më thuaj 5 emra. Po flas edhe për listën e hapur. Ka njerëz me nga 4-5 diploma. Mund të ketë një që kanë marrë diploma ata dhe. Çfarë do t'ju thuash nesër? Dhe pastaj kjo varet nga ju, kjo nuk do varet asgjë nga përgjegjësia ime. Kur them varet nga ju, varet nga zgjedhësit. Ata janë të sigurt për këta 26 janë sigurt. Nëse ata do preferojnë duke vendosur arsyen përpara, sigurisht që nuk do të binim në rrezikun që të kishim juristë të këqij, ekonomistë të këqij, mjek të këqij etj nëpër komisionet parlamentare. Kështu që unë do ftoja që zgjedhësit përveç se të merrnin pjesë, se është edhe një drejtë dhe një detyrim qytetar, kanë mundësi në fakt. Lista është e përcaktuar. Zgjedhësit nuk janë të përjashtuar nga mundësia për të njohur kandidatët. Kjo mundësi sot është e hapur, është 100%. Ne mjafton të na shohë se çfarë bëjmë në aktivitetin e përditshëm, jo sot, po kemi 4 vjet pjesa më e madhe jona që edhe më shumë që jemi pjesë e aktivitetit parlamentar dhe mund ta kuptosh. Sikundër daljet tona publike kanë shprehur vazhdimisht qasjet tona në raport me çështje të caktuara që kanë pasur impakt të fortë për gjithë shoqërinë. Shumë besoj që profilin secili e ka krijuar. Tani më nuk ka ngelur profili për të krijuar në 20 ditë. Por të hyrë politikës, i hyn një karriere. Pra çdo njeri që shkon në parlament nuk shkon për qef për të kaluar, nuk është drejtor drejtorie që punon 4 vite dhe iket. Hyn për të krijuar një karrierë dhe këtu e kisha fjalën. Pra, juristë që kanë punuar atje prej vitesh, prej shumë vitesh, nuk janë më në listë. Në listën e mbyllur po them. Dakor? Por edhe emrat e rinj që janë futur nuk kanë lidhje fare me çështjet ligjore. Për këtë po ju thoya, pra ky është konstatimi im. Prandaj ju thash më gjeni emrat. Pretendoj që një shumë e rëndësishme në parlament të jenë disa persona që kanë karrierë. Më beso për këto, nuk e njoh CV-n e gjithë secilit. Por edhe sikur të përqendrohem vetëm te kolegët e mi, antar të komisionit të ligjeve, aktualisht edhe më herët. Për tyre nuk është. Unë mendoj që ata janë njerëzit të cilët duhet të fitojnë këtë zgjedhje, sepse janë në kushtet dhe në mundësit për të fituar këtë zgjedhje. Edhe të gjithë duan të fitojnë, për shembull, erdhi dhe Gjuzi këtu te unë me Jeni Sherin dhe ata fitojnë. Jeni Sheri shkret jo dhe dorëqe dhe i gjitha se do hitë në gjyqje dhe partinë dhe doktorin, po bushat. Dhe ju të gjithë po ju fitoni sigurisht. Nuk po them gjë për këtë. Dhe ju fitoni për këtë arsye që ju tash. Po ja lëm natyrës së emisionit që të përmbajmë natyrën e emisionit. Arsyeja që ju fitoni është gjithmonë sipas me që ju se jemi më të mirë ndoshta. E pranoni që se jemi më të mirë ndoshta. Edhe nëse ka faje gjë, keni të gjitha ju. Partia nuk ka. Jemi më të mirë ndoshta prandaj. Partia juaj ju dënon. Pushat. Tani unë dëgjova me vëmendje, po ka 2 gjëra që nuk më shkojnë ose nuk jam dakord ose më duket rrëfimi pa sinqert. Në çfarë kuptimi? E para atë që zonja Felaj thot që duket sikur ka një logjikë që unë këshu futa në Partinë Socialiste në 2009, pra mu hap një vend i sigurt dhe u larguan disa tjerë. Të gjithë rinjve që erdhën. Dhe e njëjta gjë po ndodh. Problemi është që fakti që ju jeni futur kështu, mund të jeni futur dhe ju gabim kështu. Dhe edhe u futur gabim. Nuk ka provuar të kundërta. Ja, ta mbaroj si ide. Mundet edhe të jeni futur gabim dhe të dilni gabim. Pse? Sepse një parti demokratike dhe moderne nuk i pjell personazhet nga hiçi.
Do me thënë, nuk mundet sot unë papritur të gjendem që është një çupulin aty që thotë defekti e Ramës është se punon më shumë se duhet për këtë vend dhe të bëhet deputete. Njerëzit angazhohen, o bëjnë jetë intelektuale, o ndjekin hierarkinë në shkallët e partisë dhe deputeti, kandidimi për deputet është një fundi një rrugtimi të një karriere më të gjatë. Kurse këtu karriera ti vendos njëri, më pëlqen Ermonela ose më pëlqen ajo Gjuzi, bie ose ngrije sipas kësaj. Kështu që në këtë kuptim nuk është ky sipas meje thelbi. Është një parti autokratike ku vendos vetëm njëri vetë. E dyta, karta që po përdoret shpesh, BE-ja, dakord me, mund ta quajmë sukses. Por ama duhet të jemi koherent dhe të ndershëm me njerëzit. Sepse në 2016 deri në 2019-2020, kur hanim goditje vit pas viti nga BE-ja, gjithë retorika e Partisë Socialiste ka qenë, ne i kemi bërë detyrat, po është konjunktura e BE-s që nuk na do. Dhe prandaj ne po penalizohemi. Dhe tani nuk mundet të themi që jo, ne po futemi se jemi afër perfekte dhe tamam ashtu si që duhet një vendi kandidat. Në qoftë se herën e parë kemi përdorur justifikimin apo alibin e konjunkturës, edhe sot nuk mund ta shmangim konjunkturën. Pra se fus do të Vučićin se në një vend duhet ta fus se BE-ja ka nevojë për zgjerim, hajde Shqipëria dhe Malezi. Dhe të dalësh në fushat me këtë gjë që nuk varet as nga meritat dhe as nga ajo puna që ke bërë, por nga dikush tjetër që ka një qasje të ndryshme gjeopolitike, nuk është kartë që mund t'ja u kërkosh njerëzve për t'ju marrë votë. Këto dy e kështë. Okej, faleminderit. Ju përmendët emra të rinj, po unë do t'ju thosha që përjashtimi nuk përbën rregullin, sepse ka më shumë figura të cilat janë të njohura, jo vetëm për shkak të qenit si të tillë në politik, por ka shumë figura që vijnë nga jeta publike. Po një e keni ju, një profesuese të medias, për shembull, që është pjesë e listës së mbyllur, kolegja juaj, në listën e Tiranës. Me çfarë kontributi për Partinë Socialiste, se kjo pra është? Sepse jo domosdoshmërisht kontributet në një parti politike duhet të bëjnë kandidat për antar të Kuvendit të Shqipërisë. S'ka pse të jetë kjo gjë. S'ka pse të jetë kjo një kusht. Sepse duhet të jetë kolegjale. Sepse mjafton që të kesh, në gjykimin tim, mjafton që të kesh rekorde të mira në jetën publike, dhe kjo është një bazë mirë për të pasur nesër një kandidat për Kuvendin e Shqipërisë, sipas gjykimit tim. Dhe unë personalisht do të mbështesja që të rini më së shumti te ky opsion. Sigurisht, edhe mënyrat të tjera janë përdorur, gjithmonë në idenë e rinovimit të një force, e cila garon për mandatin e saj të 4 qeverisës, dhe padyshim që ka kostot e veta. Nuk është se kemi thënë që ne kemi qenë të përkryer, ne nuk kemi pasur gabime, kemi pasur dhe ne gabimet tona gjatë të këtij rrugtimi, kemi pasur dhe ne problemat tona jo të lehta nga njëherë, që kam pasur dhe ato ndikimin e tyre edhe tek zgjedhësit, sepse jo çdo gjë ka pasur mbarvajtje, jo çdo zonë ka të njëjtën historik të votave për Partinë Socialiste. Së dyti, ju përmblodhët në disa fjali rrugëtimin ton për në Bashkimin Evropian. Unë do t'ju thoja që e mira është të ndajmë faktet nga komentet dhe të ndajmë faktet nga opinionet. Pra mund të kemi komente të ndryshme për mënyrën se si kemi ecur, por fakti është që ne kemi hapur negociatat, fakti është që në kohë të shpejtë kemi hapur disa kapituj, fakti është që është konfirmuar që Shqipëria së bashku me Malin e Zi bëhen antar të Bashkimit Evropian. Kur? Ato patën rrugëtimin e vetë dhe kishte një kusht për hapjen e negociatave. Negociatat për Shqipërinë nuk do të hapeshin sikur ne të mos kishim ndërmarrë fjala vjen reformën në drejtësi. Ju thoni që këto nuk duhet i lidhi me PS-n. Ju shpërndat edhe dekorata për hapjen e negociatave dhe kaluan 2 vite. Politike, po është partia politike që ka fituar pushtetin qeverisës, është partia politike cila ka fituar të drejtën që nëpërmjet pushtetit të saj dhe kryeministrit të saj
në pushtetin ekzekutiv të përcaktoj drejtimet kryesore politike të vendit. Kështu që natyrshëm Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe çdo faktor tjetër ndërkombëtar e kanë parë si interlokutori nga ana tjetër. Dakor, pra po kur ministri thoshte që për ecurinë në këtë proces, dy palë duhet japin përgjigje të martohen. Ja vinte fajin asaj pjalës tjetër që s'pranonte martesën. Kurse tani thot edhe ato momente kanë ndodhur sepse ne e kemi parë, e kemi prekur edhe gjuhën. Deri diku raciste, diskriminuese që janë institucionet që është përdorur ndaj shqiptarëve dhe ndaj Shqipërisë. Edhe kushtet për parlamentin shqiptar dhe për qeverinë shqiptare që do të kërkojnë raport me opozitën. Vendet të saktuara e kanë kushtëzuar vazhdimisht votën e tyre me histori të cilat nuk lidhen fare me Shqipërinë, sikundër i ka ndodhur dhe Maqedonisë të Veriut për shembull. Kushtet që vinte qeveria gjermane nuk ishin ju kushtëzua rrugëtimi në procesin e integrimit evropian. Raport me atë shqiptare për mënyrën se si trajtoi opozita dhe si sikurente zgjedhjet, të gjitha këto ishin arsye që negociatat mos hapeshin. Unë prandaj ju thash, të ndajmë faktet nga komentet dhe nga opinionet. Të gjitha ato mund të vlenë ose jo, por në fund të ditës maten ku kemi mbritur, dhe shqiptarët do të lamasin me këtë, ku jemi sot. Dhe sot jemi në këtë pikë, jo, ne po bëjmë fushat me të gjitha punët që kemi bërë. Nuk është që Shqipëria u pranua. Ne po bëjmë fushat. Ka një ide që mund të pranohet. Gjitha të vërtetat e punës tonë, dhe këtë po e ballafaqojmë kudo në territor me një. Pra ju po bënit kundërtën e asaj që na predikonin e këtu. Ju po dilin fushat. Ne po bëjmë fiks të gjë që ndoshta përveshët tuaj nuk është e pëlqyeshme, po kjo është fushat. Ju dhe po vazhdoni që edhe shpejt se ndoshta i prishet mundja BE-s pak më vonë dhe s'do kemi mundësi të hyjmë. Deri këtu shkon. Nuk besoj që duhet të kemi raqe për ta vijuar atë që tha. Edhe një orë pa gjësie për arsyetime të tilla. Zonja Felaj, për ta vijuar atë që thon dy kolegët. Lajmi i mirë është ky që sapo konfirmua dhe sot. Jo, çfarë premtoni ju për 4 vite të tashme sepse ju nuk keni një dokument, një program, edhe në fushatën e kaluar dhe tani ju dilni për shembull një herë me Tajre, një herë me Timon, një herë tani dili me për shembull kryeministri, njeriu numër 1 i fushatës del me një fushat negative. Siç edhe opozita, në Shqipëri është karakteristik kjo. Fushata është gjithmonë fushat negative u bë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës që mbahen si baza e demokracisë liberale. Është apo s'është? Edhe ju e meni këtë që ka bërë gjëra të mira. Është apo s'është? Ajo çfarë ndodh në Amerikë është replikuar edhe në vende të tjera të Europës. Ky është fakt. Për shembull. Unë ka pasur rastin që si antare e Asambleës Parlamentare të që Evropa thotë më mirë të mos kishte ndodhur ajo që ka ndodhur në Amerikë. Në nëntor të vitit 2024 në Amerikë dhe Evropa është duke thënë të mos ndodhte atyre që komentonin zgjedhjet dhe ishin kryesisht përfaqësues të medias ishin që fushata ishte negative. Një program për 4 vite. Ishte negative, nuk ka krahasuar me këtë. Pse nuk keni një program për 4 vite të ardhshme? Ku është? Kemi një program, deri tani janë shqiptuar objektiva programor më të rëndësishëm, si për shembull paga mesatare 1.000 euro, paga minimale që shkon në 500 euro, antarësimi në Bashkimin Evropian patjetër që është objektiv i rëndësishëm programor, sepse ajo vë në lëvizje gjithë mekanizmin evropian të solidaritetit, të mbrojtjes e tjera me radhë, gjërat cilat ne nuk është e kemi pasur dhe nuk kemi përfituar për tyre, përveç se në rastin që për shembull ndodhi tërmeti i vitit 2019, u desh që kryeministri Edi Rama të lobonte me kryeministra të vendeve të tjera europiane që të ndërtonte fondin për 1 miliard eurosh për rindërtimin. Por nuk do të ishte e nevojshme të ndodhte gjithë ky lobim në këtë nivel në rastin që ne bëhemi antarë të Bashkimit Evropian, sepse mekanizmi i reagimit dhe i ndihmës reciproke është automatik, po thajse. Në fakt, zonja Felaj, ne të huaj dhe ndërkombëtarët për ndihmën që ofruan me grupet e shpëtimit që sollën gjatë tërmetit, patjetër që i falenderojmë. Por sa i takon ndihmave, në fakt, në tabelat e buxhetit është kontabilizuar vetëm 30 milionë euro ndihmë dhe financimi i programit të rindërtimit është bërë nga taksat e shqiptarëve dhe për këtë ne duhet i falenderojmë shqiptarët dhe të paktën ata njerëz të cilët kanë hyrë dhe kanë arritur që të marrin shtëpi, sepse edhe pse kishit një pikë të rëndësishme në programin qeverisës 2021-2025, çështjen e pandemisë dhe menaxhimin e dëmeve që la dhe shkaktoi tërmeti, rindërtimi po mbyllet sërish mandati i tretë dhe nuk është përfunduar dhe
parashikohet të përfundoj në vitin 2026. Pra edhe këtë vit në tabelat e buxhetit parashikohet të financohen 50 milion euro dhe 50 milion euro të tjera në vitin 2026 dhe nga fati që u tha fillimisht që do të mbaroj për një vit dhe pastaj u shty në 2 vjet dhe në 3, jemi 5 vite larg, paktën sot. Me 2026 janë 6 vite. Ola, lënda ime nuk janë tabelat e buxhetit. Lënda ime janë njerëzit. Patjetër, prandaj unë po e bëj konstatimin që të bëj më pas arsyetimin dhe pyetjen nëse mundet. Ndoshta e bëj më mirë se ju sepse jam në territor. Unë nuk kam vepruar në një qark të goditur nga tërmeti, aktualisht jam duke punuar në një pjesë të Tiranës e cila është goditur rënd nga tërmeti dhe të siguroj dhe nëse do e dija që ju do ishit prezent edhe do kishim këtë pyetje, por realisht nuk e kisha këtë njoftim. Është një njëjta gjë dhe për mua sa i takon përgatitjes dhe mua në momentet e fundit mu tha. Që nuk ka ngelur aplikues ose janë me vjetra dhe me qindra familje të cilat kanë marrë lek për dëmtimet të vogla DS1, DS2 dhe me ato lek kanë bërë riparimet apo ndrejtjet e zakonshme. Janë me qindra të tjerë të cilëve u është ndërtuar shtëpia dhe të tjerë që nuk kanë dashur që t'ju ndërtohet shtëpia, por ama kanë aplikuar për të marrë grante nga shteti dhe për t'i ndërtuar vetë shtëpitë e tyre. Patjetër, po këto para janë nga taksat e shqiptarëve dhe jo nga të huaj. Ka një kohë, jo nuk që ne ndërtuam fondin. Konferenca e donatorëve që unë mbaj me shkurt të vitit 2020 për tipi fonde potenciale, por nuk u morën ato kredit. Ato kredit nuk u morën sepse në momentin që ti merr një institucion financiar ndërkombëtar, një kredit të butë, kjo rëzon logjikën përse e bëm lobimin dhe përse e mblodhëm të fond. Për çfarë arsye? Unë një përgjigje mund ta kem. Dhe në fund të fundit, ne që bëm këtë veprim, që nuk e ofruan kredit, nëse mund ta mbaroj si. Natyrisht çdo veprim ka një logjikë si shtyhet nga pas, edhe ky veprim nuk u zhvillua në mënyrë të fshehtë, u zhvillua në mënyrë publike. Dikush do kishte dalë dhe do e kishte denoncuar këtë devijim të fondeve. Gjë e cila nuk ka ndodhur. Fonde janë dhënë dhe fondet janë përdorur. Njerëzit gëzojnë shtëpit e reja të ndërtuara si rrjedhoj e këtyre fondeve. Në Tiranë nga 1100 përfitues po kjo nuk do të thotë asgjë se nuk ka përfunduar procesi. 733 nuk kanë hyrë ende në shtëpi. Edhe unë po ju them që shumë nga kategoria e njerëzve, të cilët kanë dëshiruar që të ndërtojnë ju lutem, që kanë pranuar ose kanë dëshiruar që të marrin lek nga shteti për të ndërtuar shtëpitë e tyre, sigurisht që i kanë pasur disa detyrime. Se po flasim për para publike, nuk po flasim për para private. Dhe detyrimi ishte të ndërtoje në gjurmën ku ka qenë ndërtesa e mëparshme, sipas sipërfaqes së mëparshme dhe ti përmbaheshe projektit. Dhe i gjithë ky konstatim për cilin po flas do duhet të bëjë që në fazën e ndërtimit të karabinas. Ja bërë konstatime dhe ka dhe persona që e kanë shkelur lejen e ndërtimit, që nuk kanë ndërtuar fare në gjurmën për të cilën ishte dhënë leja e ndërtimit dhe të cilën do duhet të bëjë ndërtimi. Dhe natyrisht që këtu procesi do ngecë, nuk ka se si të ecë, sepse thash është gjithmonë një përgjegjësi e lidhur me paranë publike dhe mënyrën e përdorimit të saj. Sa i takon menaxhimit, ajo që është kryesore, është që ka qindra familje që janë dashur 3 deri në 4 vjet për të marrë lejen e ndërtimit. Ne kësaj fatkeqësie i përgjigje, duke ndendur jashtë dhe me kosto për taksa paguesit shqiptar duke paguar bonusin e qeverisë. Kanë përfituar, nëse kjo ndihmë nuk ka arritur tek të gjithë, natyrisht ka arsye, e mira është arsyet ti ballafaqojmë rast pas rasti, nuk e kemi kohën këtu për ta bërë këtë gjë dhe për të bërë emra. Unë po ju them që ka qenë një nga gjërat më të mira që ka bërë Partia Socialiste dhe për të cilën ne duhet të ndihemi. Karta e Bashkimit Evropian do të na bëjë të pasur ose do të na jap ndihma dhe subvencione. Përse nuk u morën fondet e donatorëve që u ofruan në 17 shkurt 2020? Sepse ishin afro 700 milion euro ndihma të ofruara nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nuk e di kjo këtë gjë. Të tha një përgjigje në fillim. Zonja Fela e tha dhe përgjigja kjo është që ikim nga tabelat dhe të bëj një pyetje. Zoti Rakipi, unë di për te letrave, sepse jam në territor, jam me njerëzit. Jo, letrat janë të tilla. Letrat janë të tilla se Banka Botërore nuk të lejon të bësh tender emergjent që të paracaktosh kush është fituesi dhe të shikon procedurën. Prandaj nuk e donë. Ne po flasim për procesin dhe si u ndërtua. Nëse procesi ka shkelje, ky është një tjetër diskutim. Nuk mundet që kjo
të rrëzoj të gjithën atë që kemi bërë. Shkove të Se ju patjetër shpite banorëve të veçantë të prishura, ishin në pikë komplet tjetër. Ndërkohë që çështja e rindërtimit të kulturës ka përfunduar në miliard euro që do donatorët, po të ishin nuk u bë asgjë, pra nuk u morën. Nuk u bë asgjë. Po nuk e keni parë ju me vjetra apartamente që janë ndarë? Ne nuk mund ta pyesim për program. Jo, janë me këto lek. Çfarë është bërë me programin dhe të tjera që një përgjigje tjetër. Ja të do të them unë tani. Tela, të lutem. Po të ishim në BE, Tela, të lutem. Tela, kjo nuk ka pikë rëndësie. Nuk ka një rëndësi pra. Dhe qysh. Rëndësi ka që ne nuk kemi njerëz jashtë. Është estimë. Kemi njerëz jashtë. Ne do në BE dhe do kemi këto njerëzit kanë marrë shtëpi të reja. Dhe ju mund mos i shikoni, pa ato fatkeqësisht për ju, po fatmirësisht për ne janë. Po ne po flisim për tjetër gjë. Zonja, që do të merrni Tela. Po flisim për mekanizmin automatik të ndihmës të BE-s. Para nga BE-s, po patjetër që do i marrësh, siç i merr çdo vend. A u doq Greqia në verë? A i keni parë që helikopter nga vendet të ndryshme të Europës, zjarfikës janë mobilizuar për të shkuar të ndihmuar aty? A do më lejosh, lutem? Po kjo është. Tani ju thoni nuk është e rëndësishme, më falë, këtë do ta mbyll. Po jo se mbetesh aty. Është e rëndësishme sepse Shqipëria është e renditura vendi 40 në botë për emergjenca cilësore. Kjo gjë është shumë të rëndësishme. Dhe ti paraprish me të gjitha përpjekjet rrugëtimit për integrimin evropian është i paraprish edhe parandalimit ose zvogëlimit të fatkeqësive që na vjen pikërisht nga kjo incidencë e lartë. Së ti është i 40 në botë nuk është incidenca ulët. Është incidenca e lartë. Tani ti mund të cituash fjalë sa duash se ke 2 dekada. Ju jeni katër. Jo, ke 2 dekada, ke 2 dekada që merresh me politikë dhe mirë bën. Është drejta tënde. Dakor, të heqim dorë nga tabelat, po të themi në një gjë konkrete dhe unë dua një përgjigje shumë konkrete nga ana juaj që në thënë drejtë nuk ma bëjnë politikanët këtu kur e bëj këtë. Të gjithë bëjnë një sjellje si juaja kanë, por unë e kam të drejtë për drejtë të hapur. Shumë nga eksponentët tua janë në burg, në hetim ose të akuzuar për korupcion dhe vepra tjera. Ilir Beqja, Erion Velier, Benameta Inarati, Alqi Bllako, Jurgis Qyrbja, Lefter Koka e tjera e tjera. Pra kjo parti prodhon shumë njerëz të korruptuar apo të dyshuar për korupcion. Çfarë ju thoni shqiptarëve ju për këtë? Mund të ma thuash? Shiko, bëtë mirë që i nominuat, se duke i nominuar i shoqëruar dhe me lëvizje të duarve, dhe pas që nuk shkua diri të gishtat e njërës dorë, por edhe si kur të kishit shkuar të gishtat e të dy duarve, prapë se prapë, kjo nuk mund tjetë shumë, dhe nuk e justifikon fare. Gishtat ministra, gishtat e dy duarve janë, ato që ju nuk ka 400 ministra. Si një të vërtet. Ministra, gishtat e dy duarve janë. Nuk është e vërtet që është shumica dhe nuk është e vërtet dhe nuk mundet ju po t'jeni shumica fare pastaj është 2 apo 3 apo 10 të gjithë to të barazohen me Partinë Socialiste. Partia Socialiste tek e fundit e dini ju zoti Raki? Nuk ka rënë të thella, rënë të tua, ku ti kërkoj rënë të tua parti. Është të paktën 800.000 shqiptarëve, tani nuk mundet 4 vet, 40 vet, 400 po deshët ju. Nuk po të pyes për rënë të thella të Partisë Socialiste sepse i dim. Rënjët e thella të partisë tuaj ne i dim të gjithë. Tani ti ke zonjë, ke... Këtë përgjigje kam. A deshët një përgjigje nga unë? Kjo është përgjigja ime. Kjo është përgjigja ime. Ke kryetaren e bashkisë Kjo është përgjigja ime. Kryetaren e bashkisë Kryeqytetit. Dhe secili nga ata ka një sfidë, ka një eksponentët më të rëndësishëm nuk e ka as me Partinë Socialiste, as me median, e ka përballë gjykatës me palën tjetër që është prokuroria. Kaq. Ja ku i ke. Ky është sistemi dhe kështu do duhet funksionoj. Me lej, ja ku. Ja. Shikoj. Por nuk kam asnjë problem fare për t'i parë zoti Raki. Dhe të duken pak aty. Sepse secili nga ne ka figurën e vet, ka përgjegjësinë e vet dhe integritetin. Nuk po të akuzon një ty me të jenë në rregull. Secili nga ne ka të drejtë. Ka të drejtë. Unë po të pyes për këtë dhe duhet të thuash për këtë. Ti ushtroj rrugët dhe mjetet efektive që parashikon sistemi i drejtësisë deri në fund. Përgjegjësia e këtyre është juridike. E thot dhe kryeministri, e dim përgjegjësinë ligjore të tyre. Ka dhe një përgjegjësi politike. Është përgjegjësia penale, individuale dhe kështu është. Penale po, këtë drejtë. Por ç'është përgjegjësia politike për këtë dhe për partinë tuaj? Përgjegjësia politike qëndron tek reflektimi që bëjmë ne kohë pas kohe për të bërë pjesë të Partisë Socialiste dhe të organeve të saj të pushtetit, figura dhe njerëz të rinj. Kash. Reflektimi i Partisë Socialiste është ai që Partia Socialiste
nuk ju shkundërvën organet e drejtësisë dhe nuk ka ndërhyrë në punën e tyre që të pengoj punën e tyre dhe ecjen përpara tyre. Fakti që prokuroria e posaçme arrin të godas në nivele të larta tregon që reforma e drejtësisë ka arritur qëllimit, kaq është e thjeshtë. Ky ishte qëllimi që në kryeterës, nuk ishte diçka e panjohur për ne. Nëse ti ndërton një organ të posaçëm për ndjekjen penale, i cili të ketë subjekte të ndjekjes së vet, zyrtarët, afërmend që e kupton që këto zyrtarë do të jenë zyrtarë të pushtetit të partisë tënde, sepse ti je në pushtet. Nuk do të jenë ata që ikën, se një pjesë të mirë e tyre dhe është parashkruar ndjekja penale për shkak të mosveprimit të organeve drejtësisë. Izës kryeministri i Shqipërisë, numri 2, Arben Ahmetaj, e përshkruan qeverinë si një organizatë kriminale. Dhe Edi Ramën si kreu në kësaj organizate. Çfarë mendoni ju për këtë deklaratë? Kam asnjë koment për zotrin, që ka qenë kolegu im. Nëse do flisja si ish profesioniste e të drejtës edhe profesioniste e të drejtës, po të isha prokurore, ftesa ime për të është që të gjithë të ballafaqim duhet ta bëjmë me organet e drejtësisë. Kjo si thot gjaskujt, publikut jo. Këtë mënyrë ka zgjedhur dhe unë jam dakord me ty. Po kushdo që ka zgjedhur. Unë për shembull më ndodh rëndom ose çdo mënyrë tjetër. Intervistat e ditë më pasqyroje të gjitha për arsye etike, por mënyra që ka zgjedhur ai është kjo. Dhe ju duhet i përgjigjeni kësaj mënyre. Jo, unë ju thash, se cili nga këto... Edhe mua nuk pëlqen më kjo mënyrë. Se cili nga këto... Do të pse ai nuk vjen të përgjigjet atje. Por ai këtë mënyrë ka zgjedhur. Nuk ka një llogari me Partinë Socialiste, ka një llogari me drejtsinë dhe do duhet që të ballafaqohet atje për të drejtën që pretendon. Çfarë kuptimi ka domethënë? Pse duhet të japi një llogari? Pse duhet të japi një llogari dhe çfarë vendimari pretendohet të merrë nga një parti politike? Nëse ka llogari. Cila parti politike në botë jep vendime fajësie pa fajësie? Jo, nuk jep vendime, po jep llogari për njerëzit që nëse një ajdut e bën zvendës kryeministër, një ajdut e bën kryetar bashkie, disa ajdut i bën ministra, nuk thot kjo çështje drejtësisë. A nuk ju duken zgjedhjet në vetvete një proces llogaridhënie për partitë politike? Kur ka zgjedhje. Ka zgjedhje një herë në 2 vjet. Jo, kur ka zgjedhje, ka zgjedhje një herë në 2 vjet. Në një vend ku nuk ka zgjedhje, ka po nuk ka. mekanizma të tjerë reagues që përshkruhen në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, të cilët mund të ushtrohen dhe natyrisht. Kuptojmë, kështu ju ka pjell dhe pula dhe gjeli ju kështu në këtë planin e zgjedhjeve, po themi gjë tjetër. Ka mocione mosbesimi për qeverinë, ka për kryeministrin. Unë nuk i kam parë që të ushtrohen këto. Mocione ju s'pranoni më Ne kemi pranuar, jo. Mos ta ktheni aty sepse është e zauruar tema e komisioneve hetimore. Ne jemi vendi që kemi ngritur më shumë komisione hetimore se çdo vend tjetër që ka parlament si ne, të ngjashëm në funksionim si ne. Gjë tjetër që do me thënë, nuk mund të kalohet, për mua kjo është papërgjegjshmëri, të kalosh që këta që unë ja kam çuar shqiptarëve për të qeverisur me vite, ne s'kemi më punë me këta kanë punë me drejtsinë, ne nuk flasim. Njeriu që është në politik, mban qëndrime, reflekton mbi veten, thot kjo ndodhi, këtu gabuam, këtu zgabuam, pastaj dënimin po e jep drejtësia. Po nuk mundet të bësh me mecë, para ngjarjeve kaq traumatike. Ndjes për shprehjen që do duhet përdor, po me mecëria më e keqe, më e pafalshme do të ishte ajo post. Ndërkohë që ne kemi folur më përpara për nevojën e ndëshkimit të zyrtarëve të lartë dhe të pushtetarëve. Dhe pasi ju kanë dëgjuar ju dhe kanë bërë ata. Dhe mbi këtë bazë ndërtuam një mekanizëm i cili po tregohet reagues dhe po tregohet efektiv. Ky mekanizmi që ndërtuat ju. Po çfarë vlerë? S'ka vlerë komentet më pas. Komentet më pas nuk kanë vlerë. Se ju keni fatin. Edhe abuzimin unë nuk mendoj që e përcaktojmë ne. Se ju keni fatin që jeni dhe profesioniste, keni qenë prokuror. Po, dhe unë sinqerisht po ua them. Ju duket sikur Spaku ka vepruar drejt ndaj Erion Velia. Nuk mendoj eksaktësisht si kolegë të mi që nuk i përkasin këtij profesioni, se s'ka se si të mendojnë se është formimi që ynë dhe sipas formimit ju dini ta gjykoni. Edhe logika. Spaku po vepron drejt me Velian. Jo besoj, po kështu është, asnjë parti politike dhe asnjë komentator politik apo mediatik. Ja këtë për që tha Bushati, mund t'i përcaktoj vetiu këto të ashtu quajturat abuzime, eksese, absurditete tjera me radhë, sepse ka një gjykat
ndërkombëtare, siç është Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut, e cila një nga nenet kryesore që ndjek lidhur me zbatueshmërinë është neni 6 i Konventës Europiane, procesi rregull gjyqësor. Besoj ta dini, në mos mund ta shikoni në faqen e prokurorit përgjithshëm, në faqen e gjykatës shtetësuese, në faqen e avokatit të popullit, dhe të shikoni se nga viti 2004 deri në vitin 2024 ka një rritje progresive të qytetarëve, të numrit të qytetarëve shqiptar që i drejtohen Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut, pikërisht për shkeljen, po patjetër se ky procesi rregull gjyqësor, ky neni 6, ju jeni ligjvënëse, nuk mund të thoni një qytetar që shkon në Strasburg, të gjitha drejtësinë atje. Ju jeni ligjvënëse dhe keni në dorë instrumenta Komisionin e Ligjit, ligjeve bëni seanca dëgjimore me institucionet e pavarura dhe atje ku nuk shkon, ju përpiqeni që ta rregulloni. Nuk mund të thua shkon në Strasburg me që nuk beson sistemin e drejtësisë këtu. Sistemi që hajde në parlament të fitosh pafajësi? Jo, kur ju shihni një fenomen, se shihni një fenomen i cili ka masa shumë të ashpra të paraburgimit. Më pyetët, po ju përgjigjem, okej, ndjes se standardin e respektimit të lirive dhe të drejtave të njeriut e vendos Gjykata Europiane e lirive dhe të drejtave të njeriut. Ne kemi të sankcionuar në kushtetutë dhe në vitin 1996. Gjykata ka 66 vjet, 21 janar të këtij viti bëri 66 vjet nga funksionimi i saj, dhe të gjitha vendet e BE-s dhe jo vetëm, se nuk i drejtohen vetëm vendet e BE-s saj gjykate, përpiqen që të implementojnë në legjislacionin e tyre së pari këtë standard që vendos kjo gjykatë, dhe të njëjtën gjë duhet ta bëjnë gjykata dhe prokurorit në çdo nivel. Nëse Gjykata Europiane konstaton në një sër rashtesh shkelje të rënda të nenit 6 të konventës, kjo duhet jetë një alert për kë? Së pari për gjykatën kushtetuese, e cila e ka të përshkruar në ligjin e vet organike dhe funksional, që do duhet i kërkoj parlamentit që në rast se janë shtëruar mjetet efektive juridike të reagoj me ligjvënien, gjykata kushtetuese vet është e detyruar të rihap çështje që i ka gjykuar më parë, por në ndërkohë ka një qëndrim tjetër nga ana e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut, dhe të rivendos të drejtat në vend. Të njëjtin detyrim paralel kanë për të ndjekur në punën e tyre prokurorit përmes disiplinimit që prespozohet të bëjnë dy trupat qeverisë të tyre, KLP dhe KLG. Ne patjetër, sepse ne mbas çdo vendimarrje të gjykatës kushtetuese jemi të detyruar që të mbledhim këshillin e legjislacionit dhe të reagojmë duke shfuqizuar ligje ose akte normative që janë antikushtetuese, pra duke i kërkuar qeverisë për aktet normative, se si shfuqizojmë ne, ligjet dhe duke ndërtuar ligja ku ka boshllëk ligjor, Këtë bëjmë ne, po mekanizmi ky është. Dhe nuk është vetëm për shtetin shqiptar, po është për gjitha vendet. Sepse është duke pritë, nëse ju mund të veçonit një arritje kryesore përveç të Bashkimit Evropian, aman... Po kjo është një arritje kryesore, sa që zdo arritje... Për hadhet që ka tani Bashkimi Evropian, për hadhet që ka Bashkimi Evropian, mund të marrë edhe Shqipëri dhe malin e zi në gjirin e vetë. Mund të marrë në gjirin e vetë. Aman, të lutem, se pastaj po e the prapë këtë Bashkimit Evropian... Ato do them prapë se është rezultante e një... Ke një mirikje, përveç arritjes shumë madhe, shumë të madhe të Bashkimit Evropian. Më thua një arritje tjetër të madhe, një arritje... Ke një tjetër? Ajo ka brenda reformën në... Do me thënë të gjitha brenda i pas ka kjo? Po kjo pa tjetër i ka. Sepse janë objektiva që vijen përmes progres raporteve dhe nësë ato përmbushën... Zama? Në fakt, po të shohim programet e opozitës së Partisë Demokratike, po dhe të partive të tjera, shohim që theksi kryesor është minimumi jetik dhe rritja e pensioneve. Ju e keni patur në program 2021-2025 një pension dinjitos, por po ashtu, ylli tim, ti vetë më bëmë që dhe unë harroj, nuk e bëj do të pyetjen pas taj. Kemi filluar 12 minuta me vonesë. Tani, jo pra 25 minuta, po e kishim 25 minuta dhe tjetër ishtë duke prit këtu. Klarifikoni në programin e Partisë Socialiste përveç hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian që të ketë rritje pensionesh edhe afrimit të minimumit jetik sipas vlerës që ka llogaritur avokati popullit. 2025 do të jetë viti ku pensionet do të jenë kryefjale për mëston. I kemi bërë gjitha hapat e nevojshëm dhe i kemi ngritur të gjithë bazën që të bëjmë një hop cilësor sa i takon rritje. Vetëm me bonusë. Shqipëria më shumë se madhështore. Bonuset janë hapa, nuk ka reforma e pensioneve. Shqipëria më shumë se madhështore. Por ne kemi shfaqur hapur
fakti që ne jemi fiks në pikën ku mund ta shënojmë të opsisor. Tani dua një a ka bërë Juristët dhe prokurore mund ta kishin pyetur shumë më tepër për SPAK-un, edhe për mënyrën se si do vazhdoj të komportohet Partia Socialiste me... Po SPAK-u kjo do të... Ja, për SPAK-un është që Erion Veliaj po bërtet kundër prokurorit Olsi dhe gjyqtarit. Ti i e dakord me këtë punë apo jo? Këtë ullërimin që të shonë për ditë ai. Për pyetje kaq të thjeshta pretendoni ju që Ja, i përgjigjet një prokuror? Ka si përgjigje pra. Pyetja e fundit është a ka bërë ndonjë gabim Edi Rama apo jo? Kur thoj, si mund ta bëj? Kur të vi kandidatja që foli zoti Bushati, mund të japi këtë përgjigje. Ajo pas ka zënë vendin bish. Asnjë gabim. Ajo ja pas ka zënë. Bëni një përpjekje për të afruar zoti Arlind Qori. Ju do fitoni tani në listën e hapur, e mbyllur kjo punë. Unë kam mirë për të fituar. Mos të dënuan këtu. Uroj të kem mbështetjen e të gjithëve. Me gëzuar ti që nge kështu, jo mua më pëlqen ky entuziazëm. Kam nderuar çdo përfaqësim që kam pasur, jam ndjerë nderuar. Pandi nuk i ka që gëzuar. Që kam mbajtur ato detyra që kam mbajtur, kështu që e po gara duhen marrë me optimizëm, nuk të merrem. Jam ndjerë gëzuar me kohën e shkuar gjithkohë, e kam vënë. Stresi nuk. Zonja Felajon të falenderoj shumë që na ndihmuat për të jetuar, sidomos në kohë fushate. Çdo ju thuaj dhe dy fjalë votuesve të tu që t'i japim. Jo, ishte kënaqësi që isha me ju. Faleminderit. Edhe ne të falenderojmë shumë që ndihmove misionin tonë për programin e sotme. Këtu ndrohemi, zoti Qori të ngjitur lart, besoj? Po, nuk do futim reklam. Po do futesh do ndrosh mikrofonin. Po pra mikrofoni ndrohet. Ka problem. Kalove kohë. Do të futim. Atëre fut 30 sekonda. 30 sekonda reklam, 30. Ai sa kam paguar legët, jo. Po se si kemi në program, ndaj.